Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Qyteti im, shtëpia ime këtu në televizionin Apollon. Sonte kemi të ftuar një panel të zgjedhur, janë konkretisht përfaqësues dhe drejtues të rajoneve të qytetit të Fierit. Në fakt, përpara se të bëj parantezë dhe prezantimin e asaj çka do të diskutojmë sot, do doja që t'i prezantoja të ftuarit dhe pastaj të kalojmë dhe tek tema e diskutimit, të cilat do të jenë disa në fakt. Atëherë kemi të ftuar zotin Maksim Zarka, është kryetari i rajonit numër 2, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Është zoti Vejsel Toto, kryetar i rajonit numër 3 në Bashkinë Fier. Përshëndetje dhe faleminderit që erdhët. Është zoti Andrea Pando, kryetari i rajonit numër 1, përshëndetje. Dhe zoti Asqeri Ruko, kryetari i rajonit numër 4. Unë ju falenderoj që e pranuat ftesën tonë dhe u bët pjesë e Qyteti im, shtëpia ime. Në fakt, e thash dhe pak më parë, nuk do doja që ta prezantoja temën për shkak se janë disa ato që ne do të diskutojmë, por ajo çka është bërë më e prekshme sot është pikërisht problemi i lindur në sportelat e zyrave të gjendjeve civile, por edhe të aplikimit të kartave. Edhe pse nuk është përgjegjësia juaj, do doja që të diskutonim. Atëherë, zoti Zarka, është krijuar në të vërtet kaos, është krijuar një dyndje, por kësaj edhe pak kënaqësi tek qytetarët. Unë desha të theksoj se futja e internetit në kryerjen e shërbimeve në Bashkinë Fier dhe në rajonet ka qenë një revolucion që është bërë në këtë proces, një hop cilësor, dhe kjo bëhet që të rritet standardi i shërbimeve. Çka do të thoshte të kishim më pak radhë, të kishim një shërbim më të kualifikuar, më cilësor, dhe mund të them që dhe qytetarët ishin të kënaqur. Pra u përshëndet kjo teknologji e re, kjo teknologji bashkëkohore. Por kuptohet çdo teknologji kërkon dhe mirëmbajtje, pa kërkon që të kemi një raport mirësjellje me atë. Pasi këtë javë që ne po mbyllim, ka 4 ditë që nuk funksionon linja e internetit, duke krijuar probleme serioze në mos funksionimit e realizimit të kryerjes së shërbimeve ndaj qytetarëve, si në marrjen e certifikatave, po ashtu edhe në aplikimin e pasaportave të kartave të identitetit. Kjo ka krijuar një situatë serioze, shqetësuese, pasi qytetarët duan kryerjen e shërbimeve. Mosgatishmëria jonë për shkak të internetit ka krijuar një situatë të nderë, e cila shpesh ka qenë edhe me probleme shqetësuese. Desha të theksoj që nga ana jonë nuk kemi qëndruar në vend, ne jemi përpjekur ta menaxhojmë këtë situatë, të japim një rrugë zgjidhje, por do ta shpjegoj edhe çik më vonë që nuk ka qenë mundësia jonë të realizojmë zgjidhje konkrete. Qartë, në fakt, zoti Toto, ajo që doja të dija në këtë pyetje të parë është sa e keni ndjerë juve fluksin e qytetarëve? Sepse dera e parë që përplaset një qytetar është pikërisht e rajonit. Të themi të drejtën, kemi ndjerë shumë. Sidomos unë kam një përvojë shumë të madhe në drejtimin e pushtetit vendor, si kryetar rajoni. Pa ai keq jemi ndjerë në këtë periudhë sa s'ka ku të vej. Vjen fëmia, vjen ai moshuari, vjen ai në tëra anët, edhe nuk aplikon dot. Pra nuk gjen shërbim. Nuk gjen shërbim. Edhe jemi dhe të paaft për të thënë një përgjigje. Pse do të thosh? Të aftë jemi, se unë çdo qytetar e shikoj në sy, më shef në sy. Po kjo është çështje e kompetencës. E kompetenca, prandaj ajo firma tha Maksi, e tha shumë mirë që ka bërë revolucion të themi në këtë drejtim, por ka gjetur një moment shumë të keq në këtë periudhë, kur ka dhe ndyndje që vina jashtë për të aplikuar. Ka pak nëjësira më të ndryshmet, edhe ndjejmë vetën shumë të ofenduar që su japim do të zgjidhje. Pavarësisht se neve kemi marrë demarshet tona, si pas instancave përkatëse, po
ku doj të vesh e jem veten si Mehmet në këtë drejtim. Zoti Pando, në fakt juve në mos gaboj jeni më afër sepse jeni në të njëjtën hyrje me aplikimin e kartave apo jo? Në fakt zyra ime është në atë sallë ku bëhet aplikimi. Dhe duke qenë se në sallë një pjesë edhe punonjësit e mi janë më thresin kryetar, qytetarët dhe ata që s'më njihin drejtoheshin te unë sikur isha kryetar dhe i aplikimit. Kështu që kjo më detyroi që unë të lej një pjesë të kohës nga puna ime dhe të sqaroj këta qytetarë, sepse koincidoi që pjesa më e madhe që kanë ardhur gjatë kësaj kohe që unë thuaj se kam marrë kontakt me më shumë se gjysmën e tyre, ishin emigrantë që erdhën për Pashkë. Dhe dyndja më shumë këtë herë ishte për emigrantë të cilët kishin nevojë jashtëzakonshme të aplikonin ose të merrnin kartën e identitetit. Kështu që në këtë kuadër pati shumë probleme, aq më tepër që erdhën me fëmijë, na vum para një përgjegjësie të jashtëzakonshme dhe ne u detyruam të sinjalizonim të gjitha instancat sipas detyrimeve që kishte, po e keqja ishte se nuk morëm një përgjigje të paktën për perspektivën. Mirë që s'kishte ditën e parë, erdhi një orë ditën e dytë, s'erdhi fare ditën e tretë, por nuk dim çfarë do bëhet ditën e katërt. Dhe njerëzit ato goditjet janë nga ne, se vetë kuptohet që s'kishin ku të ballafaqoheshin veç nesh dhe na vulin pozita të tilla që të sqaronin me të ndesheshin me këto probleme. Veç detyrave tona. Në fakt, zoti Ruko, për hir të së vërtetës, mungesa e internetit ka paralizuar dhe zyrat tuaja, pra që varen nga ju. Unë duhet të them që kjo periudha e festës së Pashkëve pati një prurje shumë të madhe e migrantësh që erdhën nga Greqia për të festuar brenda Shqipërisë. Realisht punonësit e tanë të gjendjes civile ne i angazhuam që të punonin edhe jashtë orarit në mënyrë që të shërbenin këtyre qytetarëve sa më shpejt dhe me koreksi. Por nuk ndodhi kjo sepse në këtë periudhë me ngarkesë që dihet që ka ngarkesë nga emigrantët, kur kishte edhe numër të madh aplikuesësh, realisht ndodhi e kundra, pra pati mungesë të internetit. Kjo bëri që në dyert e gjendjes civile, në dyert e aplikimeve të kishte mori njerëzish të cilët me të drejtë ishin të shqetësuar, sepse vinin me fëmijë, me gra, vinin nga Greqia, vinin me atë njoftimin që për të aplikuar kartat dhe pasaportat, dhe nga ana tjetër nuk gjejnë këndishmërinë e plot të firmës. Unë do të them që ne realisht jemi gjetur, sepse unë jam në derën e parë aty tek rajonet, jemi gjetur ngushtë sepse aty ka pas njerëz të kategorive të ndryshme, të moshave të ndryshme, ka pas edhe njerëz me aftësi të kufizuara, që kanë ndetur me orë të tëra, dhe ne nuk kemi qenë në gjendje, qoftë punonësit që punojnë në aplikim, qoftë të gjendje civile, nuk kemi pasur mundësi të japim dot një përgjigje që sa do presi ky qytetar ynë. Sa do presi? 1 orë, 2, 3, por nuk na është dhënë asnjë përgjigje. Ne kemi kërkuar nëpërmjet linjave tona edhe në prefekturë. Jemi lidhur me prefekturën, nuk na është dhënë një përgjigje konkrete. Do vënë 2 ora, 3 orë, 5 orë. Se mund ndodhin defekte, por këto defekte duhet të riparohen dhe duhet paktet të njoftohen njerëzit që 2 orë, 3 apo 5 apo një ditë s'do të ketë internet. Ndërsa tek ne vjen dia erdhi 1 orë dhe pastaj s'kem pas gjithë periudhën. Pra në çfarë mënyre ne që jemi kryetar rajoni dhe jemi në atë godinë atje, sinqerisht të them me ndërgjegje që e ndjejmë veten jashtëzakonisht ngushtë. Në fakt, nëse flasim për interesimin tuaj dhe të institucioneve që janë përgjegjëse, le të thënë, cilat kanë qenë hapat ose rrugët ose urat e bashkëpunimit ndërmjet jush, ndërmjet operatorëve që punojnë për aplikime dhe drejtuesve të tyre? Desha të theksoj që këtë shqetësim ne e bëm prezencë pranë përgjegjës së gjendjes civile Qarkut, zonës Lumturi Moçka, e bëm prezencë pranë
prefekturës, si përfaqësuese e pushtetit qendror në terren bazë, por ajo që revolton më shumë qytetarët që me të drejtë ata shqetësohen është mungesa e korrekcisë dhe mungesa e informimit. Ata me të drejtë shton problemin që shteti, kompania, firma duhet të informonte qytetarët e fjerit që në këto data ne nuk kryejmë shërbime interneti. Dhe ne thanë, nuk do të kishim kryer ardhje në Shqipëri. Mos informimi është një mos koreksi nga ana e firmës private. Duhet të theksoj që ne jemi pro zhvillimit të sipërmarrjeve private, po do të kuptojmë qartë që sipërmarrjet private duhet të arrijë cilësinë e shërbimit, duhet të rrisë koreksin ndaj qytetarëve, koreksin ndaj angazhimit kontraktuale, koreksin ndaj cilësisë. Është një neglizhencë e patolerueshme për këtë firmë, e cila nuk njofton klientët e vet që ne nuk do kemi internet në këtë data apo në këtë ditë. Kjo firmë ose kjo ka përgjegjësi dhe duhet penalizuar. Kuptohet, nuk është e drejta jonë ta penalizojmë këtu, por ajo ka një kontratë me shtetin shqiptar, është e hedhur e zeza me të bardhë dhe ajo duhet penalizohet jo vetëm që nuk ka kryer shërbimin në kohë, po më shumë duhet penalizohet për arsye sepse nuk ka informuar qytetarët për mungesën e shërbimit. Ne hym kontakt dhe me drejtorinë e përgjithshme gjëra civile dhe na u tha dje që kemi një server, domethënë kemi një riparim, një shërbim, por ata për defektet që kanë, për problemet që kanë, apo për shërbimet që i bëjnë pajisje elektronike, ata duhet njoftojnë qytetarët. Mos njoftimi është mos koreksi e patolerueshme dhe përgjegjësia këtu është publike. Në fakt, përpara se të kalojmë në pyetje të tjera, unë do doja që ti njoftoja shikuesit që mund të kontaktojnë me ne nëpërmjet numrit të mesazheve, i cili është lançuar tashmë në ekranin e televizionit Apollon. Kësaj do doja nga regjia të më mundsonte dhe kronikat e realizuara sot në ambientet ku aplikohet për kartat e identitetit. Pra ne kemi arritur të marrim qytetarë emigrantë të cilët vazhdojnë të presin në radhë me ditë të tëra. Sepse siç e dim ka qysh nga dita e hënë që është ndërprer interneti dhe ashtu sikur se e thanë dhe zotërinjt, pra nuk ka një sinjal pozitiv apo jo. Atëherë ndjekim nëse regjia i ka gati. Shikues të nderuar të televizionit Apollon, ndodhemi këtu pikërisht pranë qendrave të aplikimit të pasaportave dhe kartave biometrike. Me sa duket po vazhdon odiseja e vuajtjeve dhe stërmundimeve të aplikuesve. Këtë radhë kanë ardhur emigrantët për Pashkët, por prej 3 ditësh mungon interneti. Ndërkohë, numri që shikoni të afishuar pikërisht në derën e kësaj zyre, gjithmonë të deli mbyllur ose rezulton i zënë për momentin. Pra, prej 3 ditësh nuk merret përgjigje për arsyen e vetme pse mungon interneti. Rikthehet kaosi në sportelet e aplikimit për karta identiteti dhe pasaporta biometrike. Prej 3 ditësh në Fier mungon interneti, çka e ka bërë tepër të vështirë situatën. Sot në radhë kanë qenë emigrantë të shumtë, të cilët janë kthyer në vend për festën e Pashkëve dhe që kanë pretenduar të aplikojnë për kartat dhe pasaportat biometrike. Kam 3 ditë që po prestu me gjithë kalamajt e vegjël. Për çfarë arsye? Të dim arsyen. Keni kontaktuar me punojësit? Këtu kemi ardhur me fëmijë. Ka dhënë një numër telefoni këtu te dera ata për Tiranë, po ai deli mbyllur. Kemi 2 ditë këtu. Është prish interneti. Vetëm për Fierin është prish interneti, janë 4 efe thotë që nuk punojnë. Ne me fëmijë të vegjël. Jemi për tik në Greqi, fëmia 2 vjeç, ridot këtu tër ditën. Se u do qefi atyre. Në njëjta gjë është. Edhe pres me fëmija po qanë, gjithmonë. Ju jeni emigrant? Po, emigrant, jetojnë në Greqi. Po bëjmë 4-5 ditë fëmijëve s'ka një internet këtu. Të rregullohet interneti, të bëjmë pasaportën, të bëjmë kartat e identitetit. Kja për këto po vim këtu. Bën 4 ditë këtu, edhe s'po i nxjerrin pasaportën. T'ja faturoj. Çfarë do bëjmë tani? Doni pasaportat e reja. Djali është bërë me fton, ku do ta çojnë tani atë? Doni pasaportat e reja, po i bëjmë pasaportat e reja. Doni 60000 lekë, 60000 lekë. Erdhëm këtu e keqja se nuk t'i japin asnjë arsye, asnjë përgjigje. A keni marrë kupona dhe po prisni apo jo? Po, përderisa shteti e paguan internetin, duhet të ketë një përgjigje si kështu, përderisa e paguan duhet të ketë një përgjigje, pse s'ka internet.
Ndërkohë mungesa e internetit ka lënë në paralizë të plotë edhe zyrat e gjendjeve civile në Fier, të cilat nuk kanë mundur të japin certifikata për qytetarët, ndërsa duket se janë pezulluar kësaj edhe shërbimet që ofrohen në këto zyra, siç janë regjistrimet e reja, celebrimet, pasaportizimet e të tjera. Kryetari i rajonit numër 2 Maksim Zarka ka deklaruar se kanë kërkuar nga drejtoria e përgjithshme dhe prefektura që të merren masa, por asgjë nuk është premtuar për zgjidhje. Këta të fundit vijojnë të mbeten ende në pritje. Ne kemi marrë të gjitha demarset, kemi shfrytzuar gjitha mundësitë që kemi që kjo të vihet në lëvizje dhe të zgjidhet. Kemi kontaktuar me përgjegjësit e zyrës gjendjeve civile të rrethit, zonjën Lumturi Moçka, kemi kontaktuar me drejtorinë e përgjithshme dhe dje na komunikua se ka pas disa probleme në riparimin e pajisjeve qendrore dhe na u premtua se sot duhet kishte internet. Dhe në këto që ne bisedojmë, kuptohet nuk ka ardhur internet. Është shqetësim serioz. Kjo nuk është hera e parë që firma kontraktore Alaat, e cila merret me këtë shërbim, ka sjell probleme të tilla. Shpeshherë ka ndodhur që emigrantët të kthehen në shtetet fqinj edhe pa bërë ende aplikimin. E pra kjo ishte kronika e përgatitur e cila është dhënë dhe transmetuar disa herë sot në edicionet informative të televizionit Apollon. Ajo çka më lindë natyrshme është të them që më tepër ky shërbim zoti Toto i duhet me sa duket kategorisë emigrantëve apo jo. Atij lloj kontingjenti të cilët kanë ardhur për festat e Pashkëve dhe nxitojnë. Pra pjesa dërmuese duhet që të kthehet sërish në vendin fqinj pa e bërë aplikimin. Por një pjesë dhe pa marrë certifikata në fakt, sepse ndodh që duhet dhe certifikata. Me të vërtet më vjen shumë keq që aftësitë tona nuk u japin dot zgjidhje, sidomos emigrantëve, se kemi, po thuaj, secili çdo familje ka emigrant jashtë, vinë jo miqje, shokë, edhe qytetari më thjesht të vi e nuk i japin dot rrugë zgjidhje. Na vinë atje, na luten, na bëhen, po jemi të paftë për ta bërë këtë. Pse jemi të paftë? Jo na profesioni, jo na detyrat, jo na funksioni, se po t'ishe në ana jonë, në çdo moment, bile dhe në 12 natës, kam për detyrë të vetë të shërbej qytetarit. Po, këto aparatura moderne, si sta dhe zoti Maksi, janë ajë të mira, po ky defekt ndodhin në një moment shumë të keq. Aq më tepër kur vjen dhe emigrantët. Ose emigrantët mos të jenë, unë do të marrë një certifikat, do bëj një aplikim, do iki për jashtë shtetit. Sikur dhe një qytetar i thjesht. Aq më keq në këtë moment. Edhe ndjejsh veten shumë të fyer. Kam 10 vjet po thuaj punojmë këtë detyrë, siksa radhe, nuk më ka qelluar. Inshallah, kërkohet një dokument. Inshallah, them që kjo të zgjidhet sa më parë, edhe mos kemi probleme të tilla. Zoti Rrugo, kërkohet një dokument i një shteti për në ambasadë. Pra ju ka ndodhur? Ka ndodhur dhe ne nuk kemi zgjidhur dot. Pra ti je para një qytetari që ka një nevojë të domosdoshme, edhe të mos e zgjidhësh këtë problem, sepse sot nuk jepet më certifikata me shkrim me dorë. Pra është ndaluar kjo punë. E gjejmë qytetarin disa herë para sportelit. Me fëmijë, plak i moshuar. Dhe nuk kemi mundësi të japim këtë përgjigje. Thash tjetër më parë, do ishte mirë që të thohej 3 ditë apo 4 ditë nuk ka internet. Pra të kishim dhe ne do kishim mundësi që do komunikonin me qytetarin. Nësa ne kemi thënë vazhdimisht prit. Deri kur të presi kjo punë. Pra mua më duket se nuk është serioze që kjo firmë që ka një punë dhe i volum të madh pune, nuk është seriozitet i saj në këtë periudhë me ngarkesë të plotë. Po. Unë thash më para që ne punojmë të gjendje civile, i kemi dhënë urdhë edhe jashtë orajit të punës gjatë kësaj periudhë me ngarkesë. Por kur mungon në interneti, mund të themi dot që i zgjidhin vërtet hallet dhe problemet e shërshimet të qytetarëve. Po. Ky është problem që në fakt, zoti Pando, nuk është vetëm mungesa e internetit që ka sjell probleme dhe fluks kërkesash apo radhë të gjata në ato sportele. Her pas here në mos gaboj ka patur probleme të tilla me qytetarët, ka patur shqetësime, ka patur irritime qytetare, ka patur dhe një papërgjegjshmëri, le të themi dhe nga ana e operatorëve.
Është e vërtet. Kuptohet, kur të drejtoj këtë pyetje dhe unë nuk është se ndiem shumë rahat për arsye sepse ndoshta nuk jeni personi i duhur apo institucioni i duhur që duhet shijetojnë pyetjet. Ashtu është. Para se t'ja përgjigje kësaj pyetje më ngeli një merak që ma thoshin se në përgjithësi emigrantët. Të paktën kryetarë me që më drejtoheshin mua se kështu e morën vesh, na thoj të rrim apo të ikim. Mos të na digjet puna, ato problemet e tyre. Se neve dikush thoshte që unë për pashk më shumë kam ardhur për këtë punë se sa për të gëzuar festat. E kishin më të domosdoshme. Dhe fatkeqësia kjo ishte që ne nuk i thoshim do të rrinin apo të iknin. Ndërsa lidhur me këtë ka patur probleme, sidomos në periudha piku, kur kishte edhe dyndje emigrantësh, se nuk ka vetëm për pashk, dyndje emigrantësh pati për vitëri, pati për shumë festa dhe probleme që vinin, dhe paka shumë përsëritësh një problemi tillë, po jo në këtë shkallë që nuk merrin gjë, se të paktën në rrinin, kishte probleme, kishte debate, kishte sherre, po zgjidhesh, rrinte deri jashtë orarit derisa zgjidhesh. Dhe edhe lidhur me këtë problem, ndoshta edhe përvoja e pakët e punonjësve, mosha që s'kam asnjë relativisht e re dhe pa përvojë në administratë. Pa përvojë, po edhe problemet në komunikim kanë patur dobësi. Unë i kam dëgjuar çdo ditë shumë herë dhe kam ndërhyrë për këto probleme dhe ka qenë një nga faktorët që ka irrituar qytetarët, në përgjithësi komunitetin. Edhe mbase duke punuar edhe do mësojnë dhe po mësojnë, se s'po themi se të gjitha moshat, unë jam me te që moshat e reja kanë aftësie, kanë probleme, po lidhur me komunikimin, është një artë më vete, ka rëndësinë e vetë dhe shoh që tek këto mosha qalon. Në fakt, komunikimi është shpirti i shërbimit në çdo institucion. E vërteta është që shumë qytetarë që po na ndjekin pyesin veten, kur zotërinj që janë në panel nuk janë kompetent për atë punë, pse janë ftuar apo jo. Por do doja t'i bëja me dije dhe qytetarët dhe zotërinjt e ftuar. Në fakt kemi kërkuar të ftuar dhe nga prefektura e Qarkut Fier, por drejtuesit e këtij institucioni me sa duket nuk e kanë parë të udhës për të qenë, pra se kanë parë si të nevojshme për të qenë pjesë e këtij paneli, për arsye sepse dhe ata pretendojnë që nuk kanë kompetenca mbi firmën aleat, pra firmë e cila ka marrë këtë lloj shërbimi. Kësaj të njëjtën gjë do themi dhe për përfaqësuesit e firmës me të cilët nuk komunikohet për hir të së vërtetës. Dhe më vjen keq që ta them në mënyrë publike, ha? Më shqetësoi një gjë në këtë rast, falë se ndërhyra, se që ditën e parë, ditën e herën që filloi ndërprerja e internetit në orën 8:10 në çerek nuk ishte internet. Kjo ishte pozitive atyre punonjësve të aplikimit, në përgjithësi kanë ndjenjë përgjegjësie dhe menjëherë u lidhën me firmë. Përgjigja ishte rrinin në punë se do vinë. Kjo na vuri dhe në gjumë dhe ne me këto fjalë të firmës që u lidhën vetë punonjësit e saj, mbajtëm në tira për 3 ditë rresht me dhjetra e me qindra qytetarë dhe emigrant kryesisht. Sepse nuk u tha që do ketë ndërprerje, po u tha rrinin në punë sepse së shpejti vjen internet. Dhe kjo na vuri në vështirësi më të mëdha sepse ne folëm me këtë gjuhë që foli vetë firma. Po. Dhe duke u thënë qytetarëve që biseduam me firmën dhe shpresat janë që do vi interneti, ne u vëmë para një përgjegjësie më të madhe. Sepse kalon 1 orë, 2, 3, 4 fëmijët po qanin, ata u mërzitën. Krijohet situatë kaotike, ajo që e tham pak më parë. Që të vështirësi e kaluam më shumë ne se sa punojësit e firmës, sepse dolëm pa ne. Qartë. Unë duhet të shtoj që veç aplikuesve që vinë nga qyteti i Fierit, pra aty nuk është vetëm qyteti i Fierit, vetëm 4 rajonet që mburojmë ne. Aty ka edhe njerëz që vinë nga zona e Roskovecit, e cila nuk mbulohet me internet atje si duke s'ka aparatura, apo nga komunat e Kurjanit, të Sukstrumit, e të Zharës, që aplikojnë. Duke qenë se u lejohet. Pra, do të thosh atjetër që pra nuk është përgjegjësia jonë, po problemi është që pjesa e Qarkut, që e prefekturës,
gjykoj që duhet i kërkoj llogari kësaj firme, se në fundit ka të bëjë me qytetarin që vjen nga Roskoveci apo nga Sukstrumi apo nga Kurjeni, nga zona tjera që aplikojnë këtu në firmë. Në fakt, do të ndalemi pak më vonë tek përgjegjësia e institucionit të prefekturës dhe roli tek e fundit, por duke marrë spunto nga fjala e zotit Pando pak më parë, pra tha që përfaqësuesit në qendër të firmës Alat dhanë urdhër që punonësit operatorët të qëndronin në punë. Në fakt, çfarë është kjo firmë, çfarë është ky lloj shërbimi i cili i shikon këta operatorë si një mekanizëm në vete dhe nuk u jep të drejtën e informimit të publikut. Si e gjykoni ju, duke qenë se keni dhe përvojë në institucion? Pra, merret një shërbim, privatizohet dhe kësaj mbyllet dera me çelës për mediat, për publikun, pra hermetizohet gjithçka, çdo lloj informacioni. Kur para gjë tham që duhet ishte paralajmërimi apo jo? Po? Nga një ran vjen problemi që punonësit janë në shërbim jo tetor, por në këto raste të festave e 12 dhe 14. Pra edhe gjendja civile jona, edhe punonësit që punojnë të firmës rrinë me orë të zgjatur. Bile pati edhe një urdhëresë të brendshme që punonësit të gjendjes civile do të rrinë edhe të shtunën dhe të dielën. Por kësaj gatishmërie të punonësve tanë të gjendjes civile dhe të punonësve të brendshëm duhet i përgjigjej edhe firma përkatëse. Kjo gatishmëri nuk u gjet. Për mua është një papërgjeshmëri dhe për ne është një papërgjeshmëri. Sigurisht themi me ndërgjeje, aty mund të vinin edhe 50, 60, 150 njerëz para derës së aplikimit. Një rregull e madhe dhe e përditshme. Po. Atëherë, zoti Zarka, çfarë është kjo? Privatizohet një shërbim dhe nuk duhet të informohet publiku? Pak unë parë që procesi privatizimit ka një qëllim, të shërbej qytetarit sa më shpejt, sa më mirë, me cilësi, me kulturë, gjë që nuk ka rezultuar e tillë. Të zhduki burokracinë, të vendosë ura komunikimi, bashkëpunimi me konsumatorin, me qytetarin. Përkundrazi, kjo është një firmë për ne qytetarët e fjejt dhe për ne që punojmë, një firmë fantazm. Një firmë që ka prur të aparatura aty, ka emëruar ta njerëz dhe nuk do të di fare se çfarë bëhet atje, se çfarë ndodh atje. Dhe nuk ka ku ta gjej njeriu shkret qytetari, shkret përgjegjësinë. Pra mungon ai partneritet subjekti sipërmarrjes me konsumatorin që është qytetari, i cili kërkon kryen e shërbimit cilësor, të shpejtë në kohë. Atje duhet ishte, ai telefoni atje është falso, nuk funksionon, po atje duhet ishte detyrimet që ka firma ndaj qytetarëve, ndaj institucioneve të fierit, njëkohësisht edhe detyrat që kemi neve ndaj asaj firme. Ne nuk dim asnjë gjë asaj, prandaj e quajta fantazm. Kurse për sa i përket institucionit të prefekturës, ajo nuk e anashkalon dot përgjegjësisë. Për arsye se prefektura përfaqëson pushtetin qendror e theksoj në terren, në bazë. Nuk është pjesë e pushtetit vendor. Dhe me qenë se kontrata është lidhur me institucionet e pushtetit qendror dhe jo me vendor, atëre prefektura nuk anashkalon dot përgjegjësinë e saj. Pra, dhe prefektura ka përgjegjësinë e saj shtetërore, kurse firma ka përgjegjësi e saj private dhe firma duhet penalizuar. Firma nuk ndjen përgjegjësi as shtetërore, as ligjore, as publike. Kjo është një firmë që i pas ka parat të garantuara dhe nuk do të di për cilësinë e shërbimit. Dhe kjo ndodh vetëm në Shqipëri, se në botë nuk ndodh kështu. Dhe kjo ndodh vetëm për një gjë sepse firma rrezik të jetë vetëm në Shqipëri dhe këtu vepron ai fenomeni që quhet fenomeni i krijimit të monopolizmit. Pra, është krijuar një shërbim monopol. Po krijuar shërbim monopol, ky rezultat është. Pra, ajo nuk ka konkurrencë. Nuk ka kush e konkuron. Dhe ajo bën, ajo ka garantuar paran, fitimin e saj dhe los me qytetarët. Unë desha të drejtohem ky panel kësaj firme dhe përfaqësuesve saj që janë fier të mbledhin mend të kokës, mos kujtoj se qytetarët e fierit nuk janë aq të aftë sa ta penalizojnë atë. Sot ka njerëz, ka shoqata në mbrojtjen e konsumatorit që shumë shpejt ajo do të penalizohet për mos
kryer shërbimit sipas marrëveshjes dhe kontratës që ka ajo. Askush nuk e jep të drejtë asaj të luajë me publikun, të luajë me qytetarët e Fierit. Qytetarët e Fierit në rast janë detyruar, tregojnë se janë qytetarë, janë njerëz kulturuar, po nuk durojnë padrejtësinë, mungesë e informimit, mungesë e korrektisë, apo të luajë ajo me edukatën e tyre. Prandaj, firma dhe prefektura duhet të bëjnë takim urgjent, ku dhe ne le të marrim pjesë, të japim ne mendimin ton me një objektiv, me një qëllim, që të rregullohen punët në dobi të kryet shërbimin ndaj qytetarëve në kohë dhe me korrektësi, dhe jo tallë siç është bërë deri tani. Pikërisht, zoti Toto, nuk e di, ndoshta unë jam e pa informuar, por nuk kam parë që të bëhet një takim për këtë qëllim, për këtë arsye dhe të mblidhen të gjitha institucionet vendore dhe mëtej të përçohet në institucionet qendrore. Ajo është e vërtetë që thoni juve, por unë për mendimin tim me dy llafe do ta përmbledh këtë. Për mua ka përgjegjësi Ministria e Rendit dhe Pushtetit Vendor. Se e trubetoj me të madhe, kemi bërë atë, kemi bërë këtë, edhe ja fakti po e shikojmë konkretisht sot. E sidomos ministri, ai zëvendësministri që mbulon Pushtetin Vendor, Ferdinand Poni, ta lërë propagandën, po të shërbej popullit, të shërbej qytetarit, qoftë i djathtë, qoftë i majt, emigrantit e tërve. Edhe kjo do ishe pyetjen e bërë me vend. Këtë duhet ta kishte marrë në dorë prefektura. Se është institucioni, si që tha Maxi, s'duhet përsëris ato i tha, me njëherë Maxi duhet kishte, më falë, prefektura, të mblidhe e të bënte, edhe e zgjidhësh ky problem. Jo, na e hena deri sot të enjte 4 ditë. Jo, në fakt pa e precipituar atë bisedën, ndoshta janë bërë këto lloj takimesh. Ndoshta janë bërë, sepse unë nga informacionet që kam, zoti Asa ka qenë vetë i interesuar, pra prefekti. Por ideja është sa trumbetohen këto lloj takime dhe sa shkojnë në veshin e institucionit që ka përgjegjësinë, sepse ne nuk mund të pretendojmë që të flasim në rang të ngushtë me operator apo jo. Takime nuk janë bërë me neve, për arsye se zyra e aplikimit ka lidhje të drejt organike dhe teknike me gjajën civile. Nuk mund të punoj zyra e aplikimit pa gjajën civile. Ato janë të lidhura organikisht. Prandaj, ai mund të ketë bërë takime, po ka bërë me njerëz që nuk janë në funksion të shërbimit që ai ofron. Ai duhet ta bëjë takimet me njerëzit që menaxhojnë shërbimet që i ofron, siç është aplikimi dhe certifikatave të tjerave. Prandaj, unë nuk kam informacion, ai mund të ketë bërë, po bëjë me njerëz jo të fushës ku ai shet mallin shërbimit, ai e shet atë, ai ofron shërbim dhe e shet. Po ai nuk e ka bërë me ne që jemi përfaqësues të këtij procesi. Me kë bëri, me qytetarët jo. Me ne jo, me kë bëri. Nuk di të këtë bërë, po më thoni për pat informacion ju, si media apo një tjetër, e s'bërë këtë takim me këta persona. Jo, për shërbimin në fjalë, në fakt, as unë nuk kam informacion. Ky defekt është edhe një diçka, në mbështetjet të mendimit. Po të organizosh firmën, edhe në pikpamje të kohës prodhimit. E ka filluar me 10 ditë, ka patur raste që është prodhuar karta dhe pasaporta me 10 ditë. Edhe punojësit e aplikimit i thoshin qytetarit që do ta marrësh për kaq ditë. Më shumë ishte 16 ditë pjesa tjetër. Sipas ligjit. Sipas ligjit. Tani ka vajtur një muaj prodhimi, edhe po e kaluan muajin. Në një kohë që personat që vinë edhe paraqiten për aplikime janë në rënje. Domethënë, ata kur kishte akoma më shumë dyndje, fillimisht sidomos në kuadrin e zgjedhjeve dhe gjitha probleme, u prodhuan në një periudhë të shkurtër kohe. Tani është zgjatur periudha e prodhimit. Në një kohë që kanë mundësi që të ecin me ato ritme. Edhe kjo nuk është pozitive, sepse të gjithë duan të aplikojnë dhe ta marrin dokumentin sepse u duhet dikujt për jashtë, dikujt shumë probleme. Dhe është shqetësuese që në vend që të avancojë, të rrisë ritmin e prodhimit, ngadalësohet në kohë. Zmadhohet shumë periudha nga aplikimi deri në marrjen e dokumentit. Nuk është serioze që në këtë periudhë që ka ngarkesë kaq të madhe të emigrantëve, të qytetarëve të tjerë, do të ndodhë ky defekt. Aty mund të shtoheshin punonjës për të shërbyer sa më shpejt atij emigrantit.
që ka ardhur 5 ditë apo 6 ditë nga Greqia e do ikë përsëri, ka lënë vendin e punës apo shkollë në një tjetër, ka marrë fëmijën me vete dhe ne nuk i shërbejmë dot. Pra, në një farë mënyrë kjo nuk është serioze. Nuk është serioze, të mos shërbes qytetarit tënd. Atë që i tha Maxi që ndaj një shërbimi me pagesë të plot. S'është serioze. Në fakt ju si rajon e keni ngritur shqetësimin pranë bashkisë dhe më tej bashkia çfarë kompetencash ka? Jo ju, domethënë jo rajonet. Zoti Zarka? Ne thekson po s'ke qenë vëmendshme. Pra, kryetari i bashkisë në rastin konkret. Ne kemi komunikuar me bashkinë, me përfaqësuesin e gjërave civile në qartë, Lumturi Moçkë, varet nga prefektura. Me prefekturën dhe ne varemi drejt për drejt pastaj prefektura dhe pushteti vendor e mbulon Ministria e Brendshme me ligjin e ri që u kriju atëherë. Pra, ky po ta marrim, ta lokalizojmë, kjo i përket Ministrisë Brendshme. Dhe në këtë rast, Ministria e Brendshme komunikon me prefekturën. Pa tjetër që, ma mërmende që prefekti duhet të ketë komunikuar, por mënyra se si kjo kompani operon në tregun shqiptar e vetme, bën që ajo të luaj për qef pa ndjerë peshën e reagimit të qytetarit apo të institucioneve tona shqiptare. Qytetari reagon, zoti Zarka, por nuk di se ku. Shiko, duhet të kuptojmë një gjë mirë. Sepse sot nuk ka një zyrë, kjo firmë që të mund të shkojnë ankimimet qytetarë. Shiko tani, qytetarët tanë janë shumë të mirë dhe ecin me ritmet që kërkon zhvillimi i Shqipërisë dhe ku do të ato shohë Shqipëria në Evropë. Kërkojnë karta identiteti, pasaporta biometrike, a i vjen të paraqitet. Kjo është një sens dhe një vlerë për qytetarit tonë. Po këtu nuk i përgjigjet shteti jonë, administrata jonë, nga dëshmërisë së qytetarit. Dhe kjo vjen për këtë arsye që thamë neve. Kjo firmë duhet vënë para përgjegjësisë. I lutem shumë. Dhe atje nuk është transparente firma me qytetarit. Njerë thosë që ai da marrësh për 10 ditë, njerë për 2 javë, njerë për 1 muaj. Pra, në rastin konkret, në kohën që jetojmë, i takon prefekturës të trokasin fort të Ministrisë e Brendshme. Më vonë dhe gradualisht, unë e di që ndjenja e reagimit qytetar do të vijë në rritje. Sot po krijohen avokatët ose avokatia e mbrojtjes konsumatorit. Në këtë rast qytetarët janë konsumatorë të një shërbimi që afron kjo kompani. Dhe ofrimi i këtyre avokatëve me njohuri profesionale, juridike, nëse këto kompani, unë e di që do dalin nga tregu, ose do bëhen serioze, dhe do afrojnë shërbime qëllësore. Këto kompani sot gjej shesh dhe bëjnë përshesh në tregun shqiptar. Do të ishte mirë në i përfaqësues të dëgjonte të ta kishim këtu. Pasi nuk janë kompani që duan të bjerë në zhvillimin në Shqipëri, po janë kompani që duan të pasurohen pa ofruar shërbime cilësore. Qartë, zoti Pando, është një handikap ligjor ky, pra këto lloj shërbimesh të cilat normalisht duhet që t'i kalonin atij pushteti i cili është më afër qytetarëve. Pra të kontrollohet në rastin konkret nga bashkia fjala vjen apo nga komunat. Po. Mjanimi dhe lënia pasdore e rajoneve në drejtim për mendimin tim është një nga arsyet që krijojnë këto konfuzione. Por unë do të them dhe një arsye tjetër të rëndësishme që influencoi, siç kanë ardhur dhe televizioni juaj dhe ka bërë disa sekuenca të dyndjeve të mëdha në periudha piku. Ne kemi raste që në ato periudha nga 5 operator kanë lënë 2, kanë lënë 3, i kanë shpërndarë në për komuna. Atëherë ku nuk duheshin shpërndarë. Domethënë, këtu ka patur dhe një organizim dhe jo në kohë të përshtatshme, mund ta hiq tani operator kur të binde punë. Pra nuk ka mirë menaxhim të brendshëm. Nuk ka një mirë menaxhim të brendshëm nga ana e firmës. Dhe një bashkëpunim të mirë midis nesh dhe tyre që ne të kontriboni me të ndihmoni. Se dhe lidhur me atë pyetjen që thatë juve, për shembull që u lidhët me bashkinë apo edhe ne jemi lidhur jo vetëm me Lumin, mirë tha Maxi, ne jemi me kryetarin e bashkisë. Po ne jemi lidhur me kryetarin e bashkisë, me nënkryetarin. Ne disa herë
nën kryetari, janë i foli, ka dërguar policinë, ne gjitha të rëmuja, të dyndje që ata hoqin operatorët e përballojnë me policë tanë. Sepse sherri dhe debati ishte, nuk e shpjegoj dot. Aty ka patur debate, raje, sherre, nuk di si të them. Kështu që u është dashur jo një policë, po 4-5 policë të qëndrojnë aty të bashkisë. Vetëm të merren me menaxhimin e kësaj situate për mua skandaloze, e rënduar shumë. Sa nuk rrinim dot në zyrë, sepse do ndesheshim me lloj argumentash, fyerjesh të qytetarëve. Pse? Sepse thash këto, edhe bashkëpunimi me ne, jo i rregullt, po edhe menaxhimi i tyre. Si që është atëherë operatori në atë moment kritik. E çon një në qendër. Tani që s'kishte internet u bën 4 veta prapë aty. Ata 3 kanë qenë. Dytë një periudhë gjatë kohë. Sot konkretisht këto 3 ditë janë 4. Po. Këto 3 ditë s'ka internet aty janë 4. Kështu që ka patur shumë probleme që ne na kanë vënë në këtë pozita. Dhe flasim mbasën çik të revoltuar sepse kemi hequr disa gjëra që nuk ishte detyrimi jon dhe në detyrën tonë. Po s'mund të qëndrojmë indiferent. Sepse s'na le mosha përvojë punës e shumë probleme që ne i ndjejmë dhe s'rrim dot indiferent. Se s'kemi atë moshë që të kthejmë përgjigje, ashtu duhet patjetër të sqarojmë, të bindim, po si do të sqaroni? Kur ne vetëm ta sqarojmë. Zoti Toto, si mendoni, do të kishte një skem nga ana juaj që ky proces të mirë ecte? Dhe cila do të ishte zgjidhja sipas jush? Unë do të thoshja edhe këtë në mbështetje të fjalës Berizullit. Panda pushteti qendror ka shumë kompetenca, e s'na ka dhënë neve fare poshtë. Edhe kjo është edhe një luftë, sidomos edhe politike, që po të ishe, ta kishim neve në administrim, nuk do ishte kjo që ndodh sot. Pse do të thuash, ti ke qenë edhe jo si e sot gazetare, po dhe si qytetari thjesht të vish atje neve të shërbejmë me ato kompetenca që kemi në mënyrë të përsosur. Jo ti, po kush do. Prandaja që luftohet që pushteti vendor duhet të ketë kompetenca. E të ketë kompetenca, mos ndodhin këto që ndodhin sot. Po, jo na i dore vetme, jo e centralizuar. Këtu e kam llafin, se unë kam një, e thash edhe pak para, se bëra si punë e Belulit, kam gati 10 vjet po punojnë pushtetin vendor. Edhe çdo qytetar e shikojnë sytë, më shef në sytë. Atë që kam kompetencë, ja zgjidh me ndeshmërinë më të madhe. Kjo do ishte gjëja më e mirë për mendimin tim, që dhe pushteti qendror, qoftë i djatha, qoftë i majt, të japi sa më shumë kompetenca pushtetit vendor, sidomos bashkive dhe rajoneve. Sepse ne vendeshemi me qytetarin, edhe për mirë e për keq. Po erdhi te mua, i ktheva përgjigje të keqe ose nuk ja zgjidha problemin, ai ka të drejtë ta acarohet edhe ta ankohet diku tjetër. Ama po e zgjidha brenda kompetencave të mia, edhe nuk ka pse të trokasit dyerve të bashkisë, prefekturës, qarkut apo deri në kryeministri. Po. Në fakt le të kthehemi sërish mungesës së internetit dhe më pas të kalojmë sërish tek çështjet ligjore. Ne sot, pra gazetari ynë Besnik Sulejmani ka marrë një intervistë nga sekretari i përgjithshëm i prefekturës Fier, zoti Vasil Ndreko, i cili në të vërtet ka premtuar që ditën e nesërme do të nisë procesi normalisht, pra do të rikthehet interneti nga kontakti që ka patur me përfaqësuesit e firmës. E ndjekim intervistën nëse regjia na e mundson për momentin? Ky është një problem evident, është prefektura ka dieni për këtë. Është një defekt i cili nuk është as i vetëm i prefekturës Fierit, as vetëm i qytetit Fierit. Është një defekt në sistem dhe të gjitha zyrat e aplikimit të kadrave të identitetit dhe të pasaporteve biometrike kanë patur probleme fjalë me aplikimin e këtyre dokumentave nga qytetarët. Në fakt janë marrë të gjitha masat, është kontaktuar me kompaninë, defekti është në qendër të kompanisë prodhimit të dokumentave të identitetit, kadra biometrike apo pasaporta biometrike apo kadra identitetit. Dhe i është lënë afati fundit sot në marrëdhëniet që kanë kontratën midis qeverisë shqiptare dhe kompanisë që prodhon këto që të përfundojë dhe sipas informacionit të fundit që kemi, ne si prefekturë që kemi ndjekur këtë shqetësim, brenda disa orësh, domethënë sot, është duke përfunduar zvendësimi i kësaj pajisje elektronike që ka pasur defekt në sistemin qendror të kompanisë
dhe besojmë që nesër do vazhdojë aplikimi normalisht. Pra ishte kjo intervista e zotit Ndreko, i cili në fjalën e tij na shfaqi interesin që ka patur ai si përfaqësues i këtij institucioni, megjithse do donim, për hir të së vërtetës, do donim që të ishte dikush nga prefektura për të biseduar, sepse kjo temë është shumë e gjerë se sa problemi i sotëm. Sepse janë probleme që shfaqen dhe rishfaqen her pas here. Pra flasim për një shërbim qytetar i cili mungon normalisht. Zoti Sarka, në fakt, nëse i kthemi sërish asaj çështjes ligjore, do zgjidhet problemi i internetit, nesër do fillojë një tjetër problem. A do të ketë, si mendoni, të paktën për sa i përket prefekturës, duke qenë se e tha zoti Totoj që sot bashkitë dhe komunat janë të centralizuara. Pra, për sa i përket institucionit të prefekturës, a duhet t'ja japin të gjitha këto? Po, ne e pam dhe nga intervista dhe zotit Ndreko, përfaqësuesi i prefekturës, dhe aty u kuptua që ishte detyrë e prefekturës që të komunikonte dhe të menaxhonte këtë problem në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme apo me Drejtorinë e Gjendjeve Civile të Përgjithshme të Shqipërisë. Pse e pati detyrë ai funksionale, institucionin e tij, pa komunikoj me njëherë dhe komunikoj me stafin e sekretarit prefekturës. Po ashtu ne pam dhe një gjë tjetër që s'është e mirë. Edhe ai nuk është i sigurt që do ketë nesër, po sa besojmë. Pra, dhe ai e la evazive. Po e rëndësishme është në vijim të pyetjes tuaj që ligjërisht i takon prefekturës që të interesohet. Do dëshiroja që prefektura me përfaqësuesit e saj, me punonjësit e saj, të ndërtoj ura komunikimi me ne, të ushtroj kontrole brenda detyrës funksionale që kanë në këto ambiente, se si funksionojnë, brenda atyre limiteve të rregullave që kanë ata të përbashkëta, për arsye se në rast se do të ketë një angazhim më serioz prefektura, do ta ndjekim më në dinamike këtë, se u s'kam parë në përfaqësues prefekturës aty deri tani. Ndoshta ky do të vihet pak në lëvizje ky shërbim. Ndoshta kjo kompani mund ta ndjejë çik peshën e kërkesës llogarisë. Në rast se prefektura do të mbajë akoma këtë qëndrim indiferent, duke mos ditur se çfarë bëhet atje, çfarë ndodh atje, duke mos tërhequr mendimin e qytetarëve, po letër ne që jemi përfaqësues për shtetin vendor, që i menaxhojmë të probleme, kjo kompani do vazhdoj me të njëjtën mënyrë shërbimi, do me thënë me një indiferentizëm, me një moskoqarje, me një paregullësi jashtëzakonshme në kryer shërbimin ndaj qytetarëve, duke kryer dhe avari edhe për gjendjet civile të rajoneve. Pra, kjo kompani po ve para përgjegjësisë realizimin e kryer shërbime nga pushteti vendor. Zoti Ruko, i kthemi pak tani shërbimit në zyrat e gjendjes civile, sepse folëm plot për aplikimin e kartave, të pasaportave dhe problemet që shfaqen që normalisht ashtu, sikurse i dimë ne, i dinë dhe qytetarët më së miri. Pse vareni ju nga ky lloj shërbimi, nëse flasim për internetin apo jo? Çfarë marrëveshje është bërë që ju mban ju të ngërthyer pas këtij? Pas këtij defekti në rastin konkret. Në radhë të parë shpresoj që fjala e sekretarit të prefekturës të jetë zgjidhje përfundimtare e këtij problemi madhor. Realisht gjendjet civile tonat të 4 rajoneve janë të lidhura me internet me një aparatur të posaçme me aplikimin e kartave. Pra është një njëjta linjë që punojnë. Ishte detyrueshme kjo, dua të them, është teknike ajo. Po. Ajo është një anë teknike që po. Pra, ndaj dhe zyra aplikimit u bë pranë gjendjeve civile për të shërbyer njëra tjetrës. Pra një burr bashkëpunimi ndërmjet gjendjeve civile dhe aplikimit të kartave. Aplikimi i qytetarit nuk mund bëhet pa dhënë okay gjendje civile përkatëse.
Pra, shikonë sa e lidhur është Është bashkëpunim i përbashkët me qenë civile dhe kartëve. Pra, kjo kërkonte edhe një bashkëpunim të domosdoshëm. Dhe një rrogë për një gërm për emrin, ose mbi emrin do bashkëpunojnë se s'bëjnë. Ajo që analizuam që thamë që punë mund të kishte qenë shumë herë më mirë. Dhe do të kishte pas sukses më tepër në që të kishte bashkëpunim. S'ka asgjë të keqe, sepse të gjithë aktiviteti i aplikimit të gjetjes i kartave dhe të pasaportave bëhet në ambientet e bashkisë, në ku jemi ne të katër rajonet atje. Po. Ndaj bashkëpunimi mungon vullneti. Pra, ky vullnet mungon nga qendra, mungon nga prefektura, mungon nga lartë. Do shtoj diçka. Po. Duhet të them të gjithë dhe qytetarët Fierak dhe një herë t'ja theksoj se qytetarët kanë krijuar mendimin sikur këtë shërbim e kryen bashkia. Këtë shërbim e kryen të dashur qytetar kompania private aleat, e cila nuk na respekton fare ne pa arsye se ne nuk jemi pjesë e kontratës që ka lidhur ajo me Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë. Prandaj, ne vlerësojmë shqetësimet tuaja, do përpiqemi gjithmonë që të ndihmojmë, të kontribuojmë për kryen e të shërbimi, po ky shërbimi bazë i takon kompanisë aleat. Në fakt, zoti Toto, jo se jam thjesht unë e paqartë, po dhe qytetarët. Flasim për atë kontingjent qytetarësh që kërkojnë të marrin shërbime në zyrat e gjendjeve civile. Nuk ishte e mundur që të kryej një linjë tjetër paralele interneti? Sepse di që këto 4 ditë, përveç se nuk janë shpërndar certifikata, janë pezulluar dhe veprimet të tjera, siç janë pasaportizimi, apo celebrime, apo çfarë shërbime ofron sot, apo regjistrime lindjesh. Unë do thoshe këtë, punojësit tonë të gjendjes civile janë shumë të afta për të kryer detyrën e tyre. S'po vëmë në diskutim këtë, po vëmë në diskutim pjesën teknike. Edhe i shërbejnë në çdo kohë. Se bllokohet interneti me qëllim apo pa qëllim, është problem tjetër. Po të punoj interneti, punojësit e gjendjes civile tona janë në gatishmëri edhe brenda orarit dhe jashtë orarit punës. Këtë shërbejnë qytetarit. Edhe kryhet aty. Edhe aq më mirë, siç e tha ne përsëri dhe kolegët e mi, që u bën aty kastile se një defekt i vogël mund të jetë një gërm të emri, përse unë kam, më thon vesel, po kam vesel. Një je, ai nuk të aplikon aty, edhe kryhet aty. Mos më thuaj që dhe unë ta thash vesel. Që kryhet, prandaj që kryhen aty edhe për mendimin tim është bere mirë. Po vetëm të punoj interneti, kjo është, e nuk e di pse është bërë kjo. Ideja ime, zoti Pando, ishte kjo që nuk mund të kërkohet nga ju një linjë paralele, ndoshta të paktën të mos ndërpritet shërbimi nga ana e zyrave të gjendjeve civile. Fillimisht edhe pse më emergjente ishte ajo e kartave për emigrantët. Fillimisht aplikimet janë bërë në bashki siç dihet. U hapën 4 zyra në bashki. Dhe pastaj erdhën në rajone. Për një arsye. Sepse qytetari duhet bënte disa xhiro vajtje ardhje për të rregulluar një problem që lindte për një gërm. Problem teknik. Tani unë nuk dua të futem në probleme teknike, se jam teknik dhe specialist i kësaj pune, po derisa u gjykua kështu është pozitive, sepse një aparatur kur të flas më hapur, një saç është dhe për ato dhe për ne. Dhe për gjendjen civile është zyra ime. Ai i lidh të dyja këto. Kur duan ti, të duash ti edhe shoh. Po, kështu që është një aparatur dhe kjo është pozitive për mua. Këtu nuk është halli se prish punë pse është e përbashkët aparatura. Kjo është pozitive sepse i vjen më në funksion komunitetit qytetarit. Por këtu janë këto neglizhencat e tjera. Unë nuk e di se çfarë defekti mund bësh për një ditë apo për 2 apo për 3. Këtë nuk e di se jam specialist. Po të paktën ne të informoheshim sepse do kishte ikur emigranti. Do të informote kompania. Po ti thosh jam që 3 ditë nuk bëhet, do kishte mbrojtur punën pak. Po. Mirë, po ai rritën priti, ja vjen këtë minutë, ja vjen minutin tjetër, do vinë nesër, do rritet sonte. Ka ndenjur 4 ditë. Pra kompania gjë më pak do të informonte. Pra zvarritja e shërbimit më gjatë në kohë nga gjithë qytetarët. S'kishte edhe informacion. Po s'kishte informacion. Ndërsa kjo për mua është pozitive. Fakti që aparatura është e njëjtë dhe i shërben të dyjave shumë normale dhe jo pa qëllim, se është në shërbim të qytetarit. Çdo gjë po i shërbeu qytetarit për mua është pozitive. Dhe shumë gjëra zgjidheshin direkt nga zyra, sepse zyrat janë në bashkëpunim me njëra tjetër, edhe vinte qytetari bënte rregullimin dhe më njëherë
vazhdonte bënte aplikimin. Ja dhe një gjë Marina. Nuk i ka radha asgjë. Andrej, sa thjesht është, ajo në rast se do të informon qytetarët të Fierit, nuk do kemi filan ditë, ose çdo ditë do të jep informacionin, në çdo darkë, qytetarë nuk do vinë aty, s'do përplaseshin. Në fakt kanë shkëputur dhe fiet me media, sepse dhe media mund ta bënte fare mirë diçka. Informacion. Po, siç e ka bërë gjithmonë televizioni. Edhe sot që ne bisedojmë këtu, dhe që foli sekretari prefekturës, ne nuk kemi një konfirmim zyrtar nga kompania që të themi qytetarë Fierak. Përpara qytetarëve. Qytetarë Fierak. Nesër urdhoni. Do ta mirë një shërbimin. Ne prapë nuk e kemi këtë. Pra e kupton që çfarë distancë ka kjo kompani nga qytetarët, nga konsumatorët për shërbimin që ofron. Kjo ka gjetur një shesh këtu dhe luan për qefin e saj, e siguron fitimin, s'do të di gjë fare se çfarë bëhet, dhe kjo nuk është serioze, nuk është e drejtë, prandaj prefektura do të tundi mirë kjo të kompania. Po. Mirë, atëherë s'më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi. Për hir të së vërtetës duhet t'u falenderoj dy herë sepse keni marrë përsipër një barë që e vërteta nuk është se ju takon ligjërisht. Faleminderit, unë shpresoj që të rilidhet interneti, por shpresoj më tepër që të përmirësohet shërbimi në këto sportele, duke nisur që nga komunikimi i punonjësve që e tha zoti Pando pak më parë, apo edhe problemet e tjera të shfaqura që i diskutuam, themi se i diskutuam, sepse problemet janë të shumta dhe të larmishme në këtë sportele, apo jo në këtë lloj shërbimi. Shikues të nderuar, shpresoj që të kemi dhënë të paktën një informim publik për herë të parë, pra në një panel të ftuarish. Ju falenderoj që keni shkëputur këto minuta për të na ndjekur. Le të shpresojmë që gjithçka do të zgjidhet pikërisht ditën e nesërme. Faleminderit. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.